vetëm të rast. Okej, Daniele? Për mua debati primareve në fakt është një debat i konsumuar, por që është i zavruar tani jemi në do votohet lista ka edhe me atë që çfarë po ndodh aktualisht në momentin më të zjarrt, po themi, të fushatës. Në këndvështrimin tim Partia Demokratike ka një program të mirë, për të mos thënë një program shumë të mirë, pra ka një program të mirë, por një program i cili po prezantohet mbase me listën një më të mirë të mundshme që mund të kishte Partia Demokratike, dhe prandaj këtu erdhëm, po themi, tek pasoja e primareve. Pyetja që unë dua t'i bëj Anti të lidhet pikërisht me pikat e forta që Partia Demokratike ka dhe shkon përpara qytetarëve, që mund të jetë jo domosdoshmërisht vetëm programi i saj, sepse programi, e thash, është diçka e mirë, po mbase ju e mjaftueshme për të ardhur në pushtet. Unë thash, sfida e votës është trefisht. E para ne trajtuam parën që është vota për veten e vet, vota për programin qytetarëve, dhe këtë bim dakord, pra që programi është shumë i mirë dhe neve duhet të arrijmë ta përçojmë te qytetarët. Sfida e dytë e votës është sfida e përfaqësimit. Neve votojmë për përfaqësues. Kjo është edhe një çështje që ne mundojmë ta ngrejmë debatin publik. Votohet për një person, një grua ose një zotëri që do të çojë kauzën tonë në parlament. Në pedagogjinë që mund ta quaj të tillë ose në komunikimin, ligjërimin, quheni si doni, narrativën publike që ne bëjmë, neve shpjegojmë që kemi, marrim rastin e Tiranës, janë 37 kandidatë në listën e hapur, janë 37 kandidatë të mirë të listës së hapur, se përndryshe nuk i kishin vendosur aty. Por secili prej këtyre kandidatëve përfaqëson një segment, përfaqëson një kauzë, një grup shoqëror, cilën qytetarët kanë mundësinë ta zmadhojnë në parlament. Sepse programin do e zbatojnë të gjithë. Kushdo që votohet nga 37 antarët, kandidatët të listës së hapur, programi i Partisë Demokratike do realizohet. Por secili prej këtyre mund të zmadhojë një kauzë. Dikush se mos ta marrë në mënyrë zauruse se mund të harrojë shumë kauza, dikush mund të zmadhojë kauzën e bujqësisë, dikush mund të zmadhojë kauzën e shëndetësisë, dikush kauzën e arsimit. Dhe këtë është sfida e zgjedhjes. Ku dua unë që ta çoj një kauzë ta zmadhojë në parlament. Po të shikojmë këto kauza në global. Po ta marrim listën e Tiranës, mund t'i votojë të 37. Edhe fakti që do votojë vetëm një si qytetar, nuk më bën mua që nuk i dua të tjerët, por i bën që unë si votues do kem vendosur që X kauzë unë dua ta zmadhoj në parlament dhe brenda programit Partisë Demokratike, dhe dua që ai person ose ajo të më përfaqësojë mua në Parlamentin e Republikës. Ky program është një program i bazuar në realizmin e shifrave apo është një listë dëshirash, sepse po ta shikosh nga njëra anë, kemi premtime për uljen të jashtëzakonshme të barës fiskale. Deri tek TVSH-ja 15%. Që ndonjëherë duket edhe si deri dhe ulja 4 herë çmimit të energjisë elektrike. Ndërkohë kemi premtime të tjera të jashtëzakonshme që kërkojnë të ardhura më të mëdha. Apo qohet në qoftë se a ekziston rreziku që ose të ngelet një listë dëshirash, ose në qoftë se realizohet, kemi një falimentim të buxhetit të shtetit. Dëshirash, programi i Partisë Demokratike është hartuar nga ekspertët më të mirë dhe është konsultuar me Heritage Foundation dhe me Konrad Adenauer Stiftung. Në këtë aspekt është një program i cili është gjërësisht i konsultuar, i miratuar, i diskutuar. Neve për zbatimin e programeve, si në çdo vend që studiojmë që kemi pas ndryshime të mëdha, ka pasur kritika që nuk realizohet dot. Shihni Argjentinën, shihni SBA-t, ne nuk bllokohemi nga disa, le të themi, barriera që çojnë dhe që pengojnë zhvillimet e vendeve. Ne e kemi konsultuar, e dim që është i realizueshëm. Shtyllat e programit ton ju thoni merrni vetëm një moment të izoluar që do ulet bara fiskale. Po pse ulim ne barën fiskale? Se këtu hym prapë çështja e pedagogjisë. Hym sepse ne ulim barën fiskale, ulim koston e prodhimit të kompanive, falim gjobat që ata i bllokojnë dhe heqin burokracitë, që janë 4 elementet kryesor të programit, të shtyllës së dytë të programit që është prodhimi Made in Albania, i shtym që të rritet prodhimtaria e kompanive. Sepse një kompani që prodhon që shet më shumë, rrit të ardhurat më pas në buxhetin e shtetit shqiptar, rrit mirëqenien e qytetarëve, paguan më mirë punonjësit, duke i paguar më mirë punonjësit konsumon më shumë. Është rreth kjo, është nga rrethi vicioz në cilin jemi sot, ne duam të shkojmë në rreth benefik. Pse bëjmë shtyllën e parë që është paketa e dhëmshuri? Sigurisht që në mendim të parë është një kosto e madhe për buxhetin, por sepse neve duhet nxjerrim një qytetar, të quajmë atë që quajmë të ardhurat e dinjitetit, sepse sot është shkatruar klasa e mesme në Shqipëri në këto 12 vite. Këto janë fakte që edhe Instati i qeverisë tregon. Dhe kemi një Shqipëri ose me njerëz shumë të pasur ose me njerëz shumë të varfër. Dhe ne duhet ta rikrijojmë klasën e mesme. Hapi i parë duke krijuar, pra, duke nxjerrë ata nga varfëria ekstreme, sepse ne nuk i bëjmë pasur as në klasë mesme, i nxjerrim nga varfëria ekstreme. Minimumi etik është llogaritur nga avokati i popullit si një mënyrë për të dalë nga varfëria ekstreme, po personi mbetet përsëri i varfër. Por duke dalur nga varfëria ekstreme, jepet mundësia. Marrin pensionistët, në qoftë se pensionisti ka nevojë për më pak
ndihmë nga familjarët e tij, një do jetoj me më shumë dinjitet, edhe familjarët më pas ato lekë mund t'i përdorin për investim, mund t'i përdorin për argjime të tjera. Krijohet edhe një herë cikli benefik që ndodh. Duke rritur edhe një herë veprimtarinë ekonomike, siç ne besojmë ke kompania private, se ne jemi shtet, ne jemi parti e djathtë, besojmë ke shteti i vogël që promovon ekonominë, që promovon fermerët. Fermerët gjithandaj nëpër botë votojnë djathtas. Përmendet rastin e